falënderimet e lavdërimit nga vetëm Allahu subhanahu atë e falënderojmë dhe vetëm ai falënderojmë. Paqja dhe mëshira qofshin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij të sinqertë dhe me të gjithë muslimanët që kanë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndërshëm vëllezër, edhe një herë prej udhës të gjithëve i qoftë kollaj, moj i bekuar e Të flasim për një temë që shumë herë kemi folur për veritetin e Kur'anit duke pas parasysh që muaji Ramazan është në natën e katërt Allahu të veçantë me përbërës Kur'anit të udhëzoi njeriu. Njeriu i cili ishte i ballëzuar me përbërës Kur'anit, gjithçka që ka në Kur'an dhe është e lejuar, dhe kemi obligim ta çojmë vendet të realizojmë, dhe gjithçka që ka në Kur'an të ndaluar, dhe si njerëz që kemi obligim ta ndalojmë me të. Të ndërshëm vëllezër, çka na ofron Kur'ani në Kur'an? Po socialisht ata që di të realizojnë, e ata që nuk di të realizojnë, le ta dëgjojnë. Nëse nuk di të lexojnë, atëherë mund të zgjojnë. Ajo medalja që i jepet për vendin e parë, i jepet atij që lexon Kur'an në ditën e gjykimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'i thonë ditën e gjykimit iqra wa rattil kema kunte turattilu fi dunya. Lexoje Kur'anin ashtu si ke ditë të lexosh në kohë këtë dunja, fa inna manzilaka, sepse shkallët e larta që do t'i kesh ditën e gjykimit, inda akhiri ayatin taqra'uha. Do të thonë sa më shumë ajete, dhe ajeti i fundit as lartë. Falëndera ata që janë hafizat të Kur'anit. Allah i shpërblet. Me sa 6.000 sa ajete, 6.000 shkallë. Do të thonë secilën ajet që do të lexosh, shkallë më lart. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më i miri prej jush është ai i cili mos është shumë t'i khajt, nuk nga i cili e lexon Kur'anin vetë për të mësuar të tjerë. Inna Allaha yarfa'u, Allahu pastaj thotë me Allahu i ngrit disa njerëz që lexojnë Kur'anin, edhe nuk i ngrit të tjerë që lexojnë. Veriteti i Kur'anit është atë që përmendet në litrash, që shkallë, gritën i të Allahut të gjithë. Se dhe zënejt jo shkallë. Sa ma shumë vejtë të tira, më lërë të të tira. Sigur të të një, sa ma shumë mund, ma shumë masuri, sa ma shumë mësim, ma shumë dituri, sa ma shumë e ruon në vetë vejtën, aqë me i formë të aspektin fizik, edhe ruon në nërë që mund të dhe ka vejtë. Si pas veprave, edhe ngritja të njësë të tjetë të gjenet të shkallë. Ishallah, Allah në përpusme gjenet të rrëgjojnë. E dita ka veritetet e Kur'anit nëse ta kanë rriqonë rrugën. Një patën e erë, posë që një shkullajtë në nëmë, kur ata drita të nëmë dhe nuk kullojnë. Pa e kitë të moralizim që nuk duke të piti. Edhe kur të disën, ato të disën. Edhe i shekë më mirë. Kur'ani të ndryshon rrugën e drejtë. Dhe përmet Kur'anit e qenë rrugën e drejtë më lejtë, më kollaj. E pa Kur'an jo. Po për ata që nuk e tine dhe njajë për të nëse. Në dëgjoni Kur'an, në vetur, në shtëpi, gjami, dëgjoni Kur'an. Nëse nuk mund se një të dëgjoni vetë, atër në mund të thonë, bala nuk mund të vetë, jo mund të Vire nëse mund të vetë të zemë, atër të amërë. E trejta si pereqeti i Kur'an
Bonje edhe Kur'an, edhe kjo shkak, do të thonë kur të kjo Kur'an pas nuk ka më fjalë tjera. E mbron vetë edhe kime ke drejt me thonë diku tjetër. Të tash brenda të zgjidhit ose të gjidhit Kur'anit. Por kena kohë më morë me funksion. Nuk ka shaka. E katërt. Të tash edhe Kur'ani është shërim. Është shërim edhe shpirtin. Ama shërim edhe قال الله جل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة ويرس ju erdhi një këshill min rabbikum nga Allahu nga Zoti juaj wa shifa'un lima fi sudur edhe shërim për atë që e keni në gjoks zemër wa hudan wa rahma lil mu'minin udhëzim edhe mëshirë. Do të thonë fillim e nisë të gjithë njerëzit e pastaj rezultohet. Do të thonë ashtu edhe mëshirë, edhe këshill për të gjithë, sa udhëzim dhe mëshirë vetëm për muslimanët. Pastaj realiteti i Kur'anit dhe në mënyrë i shtuar me buça thesin në vepra të mira. Po nëse nuk ke kjo me lexuar Kur'anin, po dëgjoj. Dit se me të gjithë në Kur'anit veç shtohet se va. E të për babas gjave që i mbilësit edhe në gjave. Po të aknazem, ta ato shqetësa. Ka njërë që thonë, unë e, po shemë në kërpime fred, duhet me ponë të qka që me thonë që në marhecic, shka filozofia në tërë. Nuk ka mundësi njeri me qëtësu për të sunatë. Gjithë shka mundët me qëtësu me minuta me sekunda pastaj ta problematizon njeri. E vetë me mënirë, mund nash, edhe në qëtë se vapët duke në drejnë, edhe duke në dhjurë. Që son fjallë të losë. Ta qëtëson shpirtin, ta shëron shpirtin, edhe të shëron dhe të atenson edhe e të dhe. Në të shërbëzëm, lecimi ose veriteti i Kur'anit sjellë shtik njerëzit që lecen Kur'an dhe verit Kur'an në fitirat e të do të zi. Unë e të rejtë dhe juve. Herë kam e komisë. Nëse nuk e kemi të hapën të zi, dhe për shumë shkallë të sejna në të të. Atëherë, ta vejë se ta mundët me të dy. Mos u habi të gjoni Kur'an. Mos të lezoni, si soj të zi. Ama nëse nuk mundi, atër të gjoni Kur'an, sepse Ramazani është i lidhën të rrush. Ramazani, e mbron njeriu nga veriteti i Kur'anit se secili ka bërë fundi. E që ai që është mësuar veriteti i Kur'anit, si o me në mende juve, Allahu të lëshanë po me mësua ti me vdekë për keqa. Ja Allah, që Allahu me me vdekë për Kur'an. Pa ai që u ka mësuar me veriteti i Kur'anit, edhe në qëmë se Allahu e me shkritit, ka me në shkritit të veriteti i Kur'an. Pa ato punë të mosë që me vdekë për veriteti i Kur'an dhe me vdekë për veriteti i Kur'an. E isha Allah, Allahu në bronë dhe të në sprovon dhe një vdekë të keqë. Isha Allah në bronë të nëshme. Konsulem dhe se vdekë të Ramazan, se me si njerës, pas e papi që me qërë, me vdekë. E isha Allah e ka të me të mirë, duke e shfridzu si cilin moment dhe po vepër mira, e vepër të mira që pas namazit pas, lezimi apo të gjimi. Të dërshë vëzëm, Allah thot e lëbi unë zile fihi l-Qur'an, ki muajnë e të cilin zbriti Kur'ani. Gjibrili a.s. se cilin në vindët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e lezonin bashkë Kur'anin edhe e meditojnë
Të gjitha ibadet të tjera që kanë pas nafile, i kanë lanë edhe janë ka orë me lezimin e Kur'anit. Thot Maliki ibn Enes, thot tregohet Torat, kur ka filluar Ramazani Karim prej të gjitha punët, dhe tani ka orë me lezimin e Kur'anit. Bile se ka qenë muhaddith Imam Maliku, واشتغل حديث واشتغل بنت من الدين للسنين من القرآن. والفهم الله وهذا كتاب لبري أنزلناه مبارك لا يثبت دوبي برورس. ثم قام القرآن اللي يثبت دوبي برورس من ملكات فاتبعوه شكوني باسمه واتقوا قومي تدبرشم لعلكم ترحمون. وشروع إلى الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نوصل للصديق والصباح جلالة شرفان ولنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم من الذكر الحكيم واستغفر الوازي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد المؤمنين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم